الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, fillimisht i jemi mirënjohës Zotit ton Xhelle Xhelalu që na e ka shty imrin për ta mri edhe një Ramazan, e që është një mundësi e madhe për ta fituar rahmetin edhe begatinë e Zotit Xhelle Xhelalu. Njashtu falenderojmë edhe hoxhën e kësaj xhamie, kolegën ton, me të cilën kemi bërë edhe haxh bashk, ku jemi bërë sebeb që t'i dajmë disa minuta, jam bërë këta sebeb bashkë me këshillin e xhamisë, që të kalojmë disa çaste para teravis për shfletu nga libri i Zotit dhe suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke shoqëruar edhe fjalë të dietarëve të muslimanëve. Të nderuar xhamat, Ramazani duhet pajtohemi për një pikë fillestare për bashkët, në gjuhën e ulemave quhet premis, i thojnë kush paraprak që tu ketë pajtohen. Pra duhet pajtohemi krejt bashk se Ramazani dhe urdhri i Allahut subhanahu wa taala për agjërim nuk është për qëllim uria, e as nuk është për qëllim etja. Pra, Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu është më i lartë se ta lën robin të uritur për kot, ta lën të etur për kot, t'ia pengon të mirat për kot. Pra, as ne nuk bëjmë vepra pa urtësi. Nuk ka mundësi ti më marr topin e vladit tan, më marr kompjuterin e vladit tan, e pengon piloje, vetë se ti do më mri diçka. Andaj, shiko, nëse ne kur veprojmë, kemi disa urtësi, kemi disa pika që dojna mi mritë e vlatët e tonë, Allahu subhanahu wa taala njashtu edhe më lartë, shembulli i tij është më i larti, ai do më mritë diçka te na. Andaj le të pajtohemi të parën herë, dhe fillim e mbarim, se Zoti nuk ka për qëllim urinë, por ka për qëllim diçka tjetër. E cila është ajo tjetra? Do ta shohim me lein Allahu te bareke wa taala. Ajo që ka Zoti me një fjale ka rrumbullaksue, sepse Kur'ani të ndëruar xhamat nuk jep informacion detaj, por jep rregullat përgjithshme. Andaj Kur'ani nuk përmend histori me data, nuk përmend histori me vende, por përmend rregulla dhe cilësi. Andaj ti e sheh shpesh në Kur'an vjen një cilësi, ajo pastaj përsëritet. Kur'ani jep rregullat përgjithshme të rrugës së Zotit Xhelle Xhelalu, pastaj personalitetet ndryshojnë. Andaj, shiko, në Kur'an ne kemi shumë prej metodologjive të cilat Zoti i Madh te bareke ve teala dëshiron që mentaliteti i muslimanit të ndryshojë. Andaj një rregull të përgjithshme Zoti Xhelle Xhelalu si e ka përkufizuar pas perdën e agjërimit, çfarë ka thënë? La'allakum tattaqun. Ndoshta ju keni më u bë të devotshëm. Ne përkthejmë të devotshëm, ndërkohë që në gjuhën arabe bukfalisht i bie pak më ndryshe. La'allakum tattaqun, ittiqa është murujt. Insani të ndërum xhamat, këtë jeta e tij ndahet në dy pjesë. Pjesa e levërdive edhe pjesa e dëmtimeve. Sicili njeri në lëvizjet e veta ditore, pin sabah deri në akşam deri në sabah, i ka dy pore ku jeton. Veç dy fusha janë, edhe ato e përbën jetën e vet, cilat janë levërdit dhe damët. Levërdit janë dobi çka ti nxjerr dhe damët janë ato çka ti mbrohesh mbi të. Pra ti ki merak me pas të mira e mos me troke keqja. Që qëtoj këtë? Insani, do më thonë, në gjdo lëvizjet vetë, do begati edhe nuk do në qfarë, nuk do në me rok zarari. Pa këtë asyje të ndëruar xhamat, edhe feja Zotit te bareke ve teala ka arë për këtë qëllim, që ti plotson levërdit e muslimanëve dhe robëve të Zotit dhe ti shmang ata nga qka? Ti shmang ata nga të këqijat. E njëra për të këqijave të ndërum xhamat, që Allahu subhanahu wa taala don me rujt besimtarin prej saj, cila e keqja e stomakut. Na i çojmë buk stomakut, apo e stomaku edhe luksi një pjesë e merr për veti, një pjesë e çon gjak, një pjesë e marrin si cili organ e merr atë vetën. Apo dhe funksionon njëri me çeta.
Një pjesë del jashtë. Ajo çka del jashtë është ajo çka nuk i duhet trupit. Pra, trupi e merr çka i duhet dhe një pjesë e le jashtë. Mirë po, në karaktere, dhe në morale, dhe në besime, dhe në ego, çfarë ndodh që qenja ka dam pikësaj ngrënme. Ka dam. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju musliman, ju e keni obligim me agjërue. Kjo ka qenë rregull të këtë besimtar në gjatë historisë. Krejt kanë agjërue edhe ju do të agjëroni. Pse o Zot? La'allakum tattaqun. Ndoshta ta plotsoni këtë elementin bazë të jetës tume, cila është ajo të ruhesh. Apo të ruhesh. A e dini në vaktin e Covidit kur ruheshmi? Mos më ras muja. Pse mos më ras muja? Se të ras muja këtë levërdit shkojnë. A je i pasur, a ki parë të shtëpia, nuk e nje virusi. Për këtë arsye të ndëruam xhamat, Islami ka ardhur për t'i ruajtur dobit e njerëzve dhe për t'i shmang damët e tyre. Dhe kjo bëhet nëpërmjet zbatimit të fesë Allahut subhanahu wa taala. Si bëhet kjo? Nëpërmjet zbatimit të fesë Allahut subhanahu wa taala. Andaj Zoti jon xhelel e ka vendosur ligj agjërimin për çfarë? E ka bërë ligj që ne t'i shmangemi dameve. E që i shmangemi dameve, duke ju shmang një pjesë të kohës të konsiderueshme prej në imsak deri në iftar, duke ju shmang ushqimit. Për çfarë? Se të bandam. Se po ndryshe uria, si uri, etja si etja, s'mund me kanë qëllimi i shariatit. Sikur që do të vim në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, gjëja e parë që duhet ta kuptojmë të ndërruan xhamat, që të kalojmë nga çfarë? Nga uria në qëllim. Është absurditet, duhet me e ditë si cili musliman. Zoti, çka do pi mua kur unë s'du me hangër buk? Zoti, çka li pi mua që më ka thënë mos pi ujë? A mundet me kanë veç ashtu po ka qef, veç po ka dëshirë? Jo, s'ka mundësi të ndërrojmë xhamat. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë. Allahu gjë nuk ka nevojë, ka dëshira. A dëshirat e tina janë çfarë? Urtësi. Yuridu Allahu an yatuba aleikum. Allahu don me ja pranu juve pendimin, don mukti ka rruga e Zotit. Ama për levërdin tënë, ai kur gjë nuk përfiton. Ka thonë Zoti jon xhelel xhelal në Kur'an e surën Isra: "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Allahu xhelel thot në Kur'an, nëse bëni mirë o ju njerëz, ju për veti bëni mirë. Ti nëse falesh për veti falesh. Nëse agjeron për veti agjeron. Nëse jep zakat për veti jep zakat. Nëse ban hax për veti ban hax. Nëse i shmangësh harame për veti i shmangësh. Ai ban dobi Zotit diçka? Jo. Kërejta krijesa ndërmjet veti shkëmbejnë levërdi, përveç raporti robe dhe Zot nuk shkëmbejmë levërdi, veç merr levërdi, nuk jep. Pra na kur falmi të ndërruam xhamat, Zoti nuk e bën ama të madh. Allahu ja thot: "In ahsantum li anfusikum." Po bëhet mirë, bëhet për veten e juve. E nëse bani keq, për veti e keni prap. Andaj shiko, gjëja që duhet ta kupton çdo agjërues të ndëruar xhamat është se Zoti i Madh subhanahu wa taala nuk e synon urinë si uri, por e synon çfarë? E synon qëllimin. Cili është qëllimi? Ruajtën nga të këqijat. E cilat janë të këqijat? Të këqija nga barki. Pi barkit vijnë këto këqijat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, nuk ka mbushur biri i Ademit qese, ja, se lukthi ose kese. Nuk ka mbushi biri i Ademit kese më të keqe sa lukthin e vet. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasalam, i mjafton birit e Ademit disa kafshate të vogla për ta mbajtur trupin dhe kurrizin e tina, apo sa me gjallë. A na që e bojnë të ndërum xhamat, ne ham për të hangër. Na hajmë për të hangër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hangër për mu majt, për me majt jetën. Ne e kemi të kundërtën. Apo thot Ibn Qayyim al-Jauziy rahimahullahu taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hante ushqimin për të rahatuar namaz. Dhe na falmi për mu rahatuar në haje. Te na çysha të ndërum xhamat. Na çish bojnë, edhe na shka falmi, edhe musliman çka falen. Çka thot? Edhe për shembull se afru akşami, afru dreka, ku do të çoko, për shembull jashtë Ramazan, çka bojnë ana? Thonë hajde falmi, edhe mos ani hajna rahat. Pejgamberi alayhis salam të kundërtën e ka bë. Çfarë ka bë? Ka thonë të hajna, ta heqmi këtë galën e hajës, mos ani të falmi. Pse? Sepse qëllimi i Muhamedit alayhis salam, që ka qenë shkolla e pejgamberllëkut dhe wahyi dhe shpallja e Zotit xhelel xhelal, që ka qenë se ti nuk jeton për me hangër, ti nuk jeton për me pi, ti jeton për Zot. Kul inna salati, Allah do thuaj namazi im, wa mamat, edhe jeta ime, edhe jeta ime, edhe vdekja ime, edhe kurbani im lillah, veç për Zot. Për këtë arsye, të kalojmë urijën,
se neve nuk i duhet kur gjanë Zotit na menet unë. Nuk i duhet kur gjanë Zotit menet minut. Por shembull, shiko plot për njerëzve që bëjnë ushtrime, sportistë të ndryshëm, lojtarë të ndryshëm, apo kanë regjime të ushqimit. Apo edhe ai për shembull, ai pedagogi ose ai i cili e udhëheq ata, i thotë ti s'ke më hangë çta, ke më ushtruar çka. Pse? Edhe a mundesh me paramenu me kanë përgjigja, çashtu po kena merak me torturu pak. Jo. Po çfarë është? Që t'ja ruje vjen sa ti i duhet në lojë. A ti duhet takati, thotë ti me hangër çish dush, ti me hangër ambëlsira çish dush, ti s'në lun mos anena. Apo? Andaj Zoti i Madh xhela kur na e ka obliguar xherimin, pse na e ka obliguar? La'allakum tattaqun. Shumë sherrë ka në çat barkun e juve, çat ushqimin e juve. Apo vetë një doktor të ndërum xhamat. Shumica e smujeve vijnë pi ushqimit. Shumica e smujeve vijnë pi ushqimit. Andaj sot për shembull shkenca që na alhamdulillah nuk agjerojnë pse shkenca i ka zbuluar të mirat e agjerimit, jo. Por sot doktorët kanë nxjerr me mija të smundje që i lufton agjerimi. Në Japoni kanë propozuar agjerim si terapi për ata njerëz që kanë kancer. Pse? Se thot ushqimi, ushqimi atakat. Vjen kanceri po ushqehet me çata. Agjerimi thot pe anal udhën. Edhe ka mundësi mu zhduk i tëri. Dhe këto dobi të shumë të ka mundësi me i ditë do shta dhe pijuve dikush edhe ma mirë se na. Por këta syve të ndërru gjoma, pika shumë rëndësi është të kalojmë perden e urijës duke agjeruar. Se agjerim çka i bje në gjunë arabe? Hegjera braktisje. Me lanë dishka. A më na kena lanë dishka për me morë dishka. A nuk mune me lanë, veç me lanë. Na kullajna, me thonë dikush, qka s'ni lanë? Ju pse rini pa buk, në shkajtojna? Jena të ngu Zotin. E çka mirëni, se ju polene, po çka mirëni, e marrna shpërblimin e Allahut ditën e Kiametit. Nuk ka në braktisje tona braktisje të thata. Nuk ka zbrastina të thata, po gjithmonë ka një pritje për me marrë diçka tjetër. Te Zoti gjithmonë levërdia ka përparësi para damit. Andaj te Allahu imanin Allahun është më me rëndësi se sa mohimi i shirkut, sepse ka mundësi njeriu nuk e bën shirkun, nuk e adhuron idhullin, po se adhuron Zotin. Se adhuron Zotin. Andaj adhurimi i Zotit është qëllim. Kjo është e para që duhet ta kemi parasysh të ndëruar xhamat. Tjetra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Men lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk e le qawl az-zur. Zaur është me rrejt tinza, me rrejt mënyra dredhume, apo me manovru llafin. Pra ti duke sikur për kallzon drejt, ama ti e të rrejt. Apo dhe njeriu manovron me trunin e vet për të krijuar rrejna të ndryshme. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke e lidh qëllimin e agjerimit me fjalën. Men lam yada' qawl az-zur. Ai cili se le fjalën e rreme, fjalën e cila s'është e drejtë, s'është besnike. Wal 'amal bihi, edhe veprën me atë fjalë, veprën me atë rrem. Falejse lillahi haja. Allahut nuk i duhet kur gja agjerimi i tina. S'ka nevoj as bukër me lan as ujë. Pse? S'ka nevoj as bukër as ujë. Të ndërum gjëmat, ta apim shemë kësa kuptojna. Nëse ne nuk i bëjmë shprehi veprat e mira, karakteret e mira, apo shprehi, çka i bje shprehi? Karakteri pandam, ki që ta se le kur. Ne duhet ta bëjmë veprën e mirë, shprehi. Mos me mujt me lan. Sikur që se ne le bukën, së në le ujin, që ashtu me mëri vepra e mirë, namazë me mëri, deri atë dërejgje, që me thonë, vallaj, së në paramendoj jetën pa u falë, së mund të paramendoj vetën pa agjeru, së mund të paramendoj vetën pa e bani veprën e mirë, pa e lanë harami, së mund me paramendu, për që mund kaplër për i muslimat, dhe të unë së në paramendoj vetën në disko, asë në paramendoj vetën në kazino, asë në paramendoj vetën në vendet të shëmtume, pse? Se ka shprehi, është bo pjesë e pandashme e karakterit tira. Do gjënë e pejgamberi alayhi salatu wasallam çka thot? Ai cili nuk e le fjalën e keqe, fjalën e rreme, të gjua, apo formulon gabime, formulon rrena, dhe para praktikisht i mendon ato pastaj edhe i shpreh, dhe pastaj bëhet vepra ajo. Amel bihi, kam ju ka kalu shprehimo. Ai s'e le ata, vepron me ata. Çka do të më vao të ndërum xhamat? Ka thënë Allahu nuk ka nevojë. Po Allah nuk ka nevojë atë nëse e le. Allah nuk ka nevojë atë nëse e le. Mirë, po çka ka për qëllim pejgamberi alayhi salatu wasalam? A mund ta parandosh të ndërum xhamat kështu? Një doktor ke shkuti pacient. Ka ro gripi dhe do një smuje, edhe ti po merr terapinë e duhur. E ke marr recetën, i ke marr barnat dhe po vazhdon. Po vazhdon në çfarë? Në atë ecurinë e marrjes së barnave. A mund ti bën dobi dikujt, mi thon doktori kështu? Unë i pita ato hapat çka thove ti. Apo
Apo për shembull kënera e ka fut një helm tjetër. Apo matran I cili neutralizon edhe ilaçet, edhe asaj smujës ja ban ala ma keq. Edhe a mundet me shku njëri me thonë, unë jam shumë I disiplinuar me recetat e mia, me doktorin tim. Çka të më thoje banaj? Po, ama ti ban edhe diçka çka s'thot ai. Ajo çka e ki bon, çka s'ka thonë ai, ta ka prish këtë çka t'ka thonë ai. Por shembull, çfarë dobi e ka ti mi pi hapat, ana ke pi helm. Edhe ti mi thon doktor, unë I pi ta hapat, ama prap jam keq, po ti pi diçka tjetër. Pa këtë arsye të ndërum xhamat, ilaçet nuk kanë efekt derisa ti të shkojsh për vije çish t'ka thonë ai. Allahu subhanahu wa taala, nëse na për shembull agjërojna, ama të rrejna së nalmi. Çka thot pejgamberi alayhis salam? Po çka, çish me të shëruti Allah? Çish me të rregulluti, ti si ti përmbajt vijes? Apo, andaj, shiko, derisa karakterët tona, derisa veprat e mira nuk bëhen pjesë të shprehi, mos me mujt mundapi asajna. Kur nuk mujna mundapi të mirës, çatar ka dhënë efekt agjërimi. Çatar ka dhënë efekt agjërimi. Të ndërum xhamat, shiko. Kur e dina një njeri, a ka përfitu për shkollës, a s'ka përfitu? A sa në shkollë, a kur dale? Jo. Kini pa vendzancit të familja vetë, edhe I thojnë familja, aj ta shofë në që ki mësue. Sa I në 6 orë shkollë, 7 orë sa u kanë, ati duket super, duket mirë. Pse? Respekton ati. Ta shpëshimo dhe ki pa në Ramazan, na ketë mirë po dukmi. Ketë po agjërojnë, ketë po vinë gjami, ketë po fale, ketë regull jemi. Kur kena me pa efektin e kësajna? Kur kena me pa? Në karakterin tanë. Në karakterin tanë. Ajo vula e veprave. Mas Ramazanit është testi më I mirë çka ki bati në Ramazan. Ama shpeshherë fatkeqësisht shumë prej muslimanëve tonë pas Ramazanit dështojnë. Se kit shkolla I shkon huç. A mund ta paramendoni të ndërum xhamat njëri me shku me mor lejen. Edhe hinte instruktori aty 36 orë, 38 orë, 40 orë. E drejton makinën, edhe ai I thot kështu. Tash mas I banëm orë ushtrum, tash kena me shku me testue. Por me mujt me ta dhon lejen. A mund ta paramendoni me thonë unë s'di me kopulloni. Po 38 orëve të ka mësue. Apo, çish me vut në shpejtësinë e parë. Po në 40 orë të kena mësue, apo. Sa ora xhërimi kena të ndërum xhamat? Ka 2-3 motor, apo tash dimrit. Verës që kena pas dikun ka 5-6 motor, deri 7 motor. 2 motora xhërim. Ka 30 ditë shumë zoje. Edhe në fund njëri më thon, unë s'di mu sill si musliman. Po ti 30 ditë ka 12 orë ke mësue. Apo, ne kish më qërtu një nxancë që mas një viti mësim mi thonë, valla unë s'di tabelën e shumëzimit. E pse shkon shkollë ti valla? S'di me shkrujt. A ti kanë mësu shkollë, po I kanë mësu ama a gjej dish ata shpidi. Jo. Andaj, pejgamberi alayhis salam e lidh shumë ngushtë ushtrimin e agjërimit me çka? Me efektin e tij. E efekti cili është me elan, men lem yada qawl az-zur. Nuk e le. Pse e ka lidh me të lanë me kur e lave bukën, pse këta se lave? Leje. Qëllimi të ndërum xhamat I urijës në xhërim është që t'i lajmë veprat e këqija. Që t'i lajmë veprat e këqija dhe e mirat na bëhet pjesë përbërëse e karakterit ton. Shiko të ndërum xhamat, sa prej ulemave kur e kanë përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë kanë thënë? Kanë thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. A e kanë njoftë këtë njerëzit me argumente? Plot ka pas endacak. Kush ka kon haxh e di. Këtë Arabia është kretin. Kush ka kon qabe e di. Allah na mëson me shku ja Rabbul Alamin. Dhe këtë aty në çka janë kon. Ajo është një vend shumë shkëmbor, shumë I gurit, shumë I nxat. Ka zhek të madh. Apo dhe ata në kohën e pejgamberit alayhis salam s'kan qenë studimit, s'kan lexuar libra. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë njëri I cili ka ditë shkrim dhe lexim. Kur s'ka ditë shkrim dhe lexim? S'ka ditë shkrim dhe lexim me lexu leximin pi fjalëve të shkruara, por ndyshe leximin e ka ditë kështu me thon me gojën e vet. Andaj Allahu subhanahu wa taala I ka thënë Iqra, edhe ai ka lexue, ama prin letër nuk e ka ditë me lexue. Mirë, sa prej endacakëve që kanë jetuar në përshkretina, si e kanë ditë ato se pejgamberi sa më pejgamber. Madje hajde mos shkojnë atë endacak, të dalën atë na. Shumica e muslimanëve ton, a me studim janë muslimana? A me studim ka shku shkollë për shembull, I ka mësuar 4 vjet për Islamin, e mas 4 vjet ka thonë e mora vesh që Islami është hak. Jo, as 10 vjet. Madje njëri mundet me studiu për Islam ka orientalista. Është një grup I njerëzve të cilët janë perëndimor, e mësojnë mësimet e lindjes. I thonë orientalista. Ata e mësojnë orientalën, domethënë lindjen. Por janë të perëndimit, e mësojnë lindjen. Ato nuk besojnë. Ata veç e mësojnë si shkencë. Çka ka këto edhe te e din. Madje ka plot pe kush ataku orientalist e di. S'ka mundësi do të ndonjëherë të tip materialin tan çka ke ai më shumë se ti ka mësue.
Ama nuk beson. Ai nuk beson Allahun subhanahu, ai nuk agjeron, as nuk falet, apo. E tani, të ndërum xhamat, çush e dini njerëz se Muhamedi sa më pejgamber? As mësim s'ka, as lexim s'ka pas, shkolla s'ka pas. Çush e ka ditën që janë pejgamber? Thot Abdullah ibn Salami, radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prift. Dhe ky ka qenë prift i lexueshëm. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allahu gjallë veç për idhtart e librit jehudive në mënyrë të veçantë, çfarë ju ka thënë? Ka thënë këta e njohin pejgamberin alayhis salam me libër. Ama paganët, arabi deve dhe qill, ka ta dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Apo, andaj kanë shku paganët i kanë vetë jehudit. Ka thonë, ki pejgamber? Ato pinat i kanë thonë jo. Walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqu lima ma'ahum. Ju ka libri i cili është vërtetues i Tevratit dhe Injilit, ama nabadha fariqun minhum. E kanë gjujt një grup i tyre. Çish e kanë ditë se pejgamberi alayhis salam pejgamber të nderuar xhamat? Si e kanë ditë? Thot Abdullah ibn Salami, kur e kanë pa pejgamberin alayhis salam gjallë, si çish duket, çfarë fytyre ka, çfarë sjellje ka, e kanë kuptuar që është pejgamber. Që këtë ndërum xhamat, shumica e popullit ton nuk e kanë pranuar Islamin me të lexuar, po e kanë pranuar Islamin me karakter, me dije, me dijen që e kanë përcjell njerëzit në vepër. E ka pa tregtarin që zvedh, e ka pa se në Islam ka rend, e ka pa se në Islam ka mirësi, e ka pa se në Islam o e ndalu me zinaja, o e ndalu me bigjozi, o e ndalu me rakia, o e ndalu me shumë prejtësive, ka thonë që kjo vej Allah. E ka pa të qërë ta bën halal rakijën, ta bën bigjozi, ta bën, që ka thotë, kjo sa hak. Apo, qështu e ka vranu fejën, për ndryshe, sa prej muslimanëve kanë studiu të ndërum xhamat, një pakicë e vogël, ma dhe një pakicë atyre që ka studiu e ka studiu mirë. Apo, andaj shiko, Adi ibn Ebi Hatim, i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çfarë ka bë? Ky njeri ka qenë prift, ka jetuar në pjesën e fundit të gadishullit arabik, por ka qenë i krishter. Edhe çfarë ka bë? Ka ardhur te pejgamberi alaihi salatu wassalam. Për ta vërtetuar pejgamber, ajo, me çka e ka pa të ndërum xhamat? Me çka e ka pa? Ai ja ka nxjerr pejgamberi fletat, ja ka printu, ka thonë çe lexoj çdo, edhe e merr vesh që janë pejgamber. Jo. Thotë ja përcjell çka veprimtarin. E shkova në xhami, edhe dashta me e takue. Kur e pash me taku, më tha hajde shkojmë te shtëpia. E ka çu pejgamberi alayhis salam te shtëpia, nderi i parë. Shiko, nder, hajde te shtëpia. Ai mbreti, çka mbret, perandori, apo a ki bote na kur vin me ka 50-60 kera. Se janë të majt një të madh. E çkelin me kera do të çkelin. A pejgamberi sa ka thonë hajde shkojmë te shtëpia. Thot Adiu, thot e pash se çështu nuk veprojnë mbretit. Shiko karakteri, ka ndikue. E dyta, thot tu mrit te shtëpia pejgamberit alayhis salam e ndalin një gruaje. Edhe i tha ja Rasulullah, po du me të vej diçka, e kam një hall. Edhe i tha, ky se efti janë taku me pejgamberin. Tha prit pak se çka gruaja pas ka një hall. Thot dhe ja mor një kod gat, unë po e përcjelli. Pejgamberi sa më ka ndal me një gruaje apo e lip hallin e vet. E ka pas një ciklet. Dhe pejgamberi sa po mundohet me ja krye nevojën e çka ka pas ajo. Thot Adiu, unë i kum pa mbretnit. Mbreti e ka bezdi, munal me njerëzit e rëndomt. Ai s'nalet me njerëzit e thjesht. Ai thot çe i kam unë do ushtara që ta sosin punë ato. Thot ky e pashi nuk ka mbret. Kur ka shkuar te pejgamberi alayhis salam në shtëpi. Pejgamberi sa ka pas vesh një shilte të vogël, një karrike të vogël, që ka pas pija sikur na. Jo ne kena luks të madh, edhe ala an komi. Pejgamberi sa ka vesh një karrike ka pas, edhe një shilte ta. Çati u ka ul pejgamberi alayhis salam. Dhe kur ka shkuar, çfarë i ka vë? I ka thon Adiut, hip ti këtu nalt, unë ul në tokë. Ai ka thonë, hip ti këtu nalt, unë ul në tokë. Ajo ka qenë sikur më alon karrikën e fronit. Çata e ka pas Muhamedi alayhis salam. Thot Adiu, e pash që ky njeri s'ka kibër. Dhe ky njeri o pejgamber. Dhe pastaj ja ka përmend disa prej fakteve që ja ka dash me e vërtetue se a është pejgamber dhe ka pranuar fejen te pejgamberi alayhis salam. Për këtë arsye të nderuam xhamat, nëse agjërimi jon nuk përkthehet në mirësi tonën, që dikush më thon çiki agjërushëm, çiki nuk të ban dam. Nëse semrin që këtë nivel, s'ke agjëru vallahi. Nëse nuk thot dikush shire çiki çi falet, mos e ki gale piktina, se kjo burr i ndarshëm, ki nuk të vjedh, ki nuk të korrupton, ki nuk të ban dam. Çka ka thënë alayhis salam për islamin e vërtet të muslimanit, ka thënë el muslimu men selime. El muslimuna min yadihi wa lisani. Muslimani është veçai i cili o i sigurt, selam, ana thënë njëri thënë selam aleikum çati e vedhna, po s'ban. Nuk shkon, se ti i thave njerë, i sigurt, rriqet no, se i sigurt, edhe në fund, ai nuk ka i sigurt. Për këtë arsye, nëse dojmë ne
që ta vërtetojmë apo ta testojmë agjërimin ton, çka duhet bëjmë të ndërrojmë, ta kontrollojmë çfarë? Ta kontrollojmë në karakteret tona. Kështu që ti kontrollohet. Kur ti karakteri jo thot, je pozitiv, atëherë kalo, që të ka kaluar agjërimi i sakt. Andaj, nëse nuk i kalojmë agjërimet tona, namazet tona, zekatet tona, haxhet tona në karakteret tona, që Allahu subhanahu wa taala me këtë adhurimet, a dini sa u ka fal natën pejgamberi alayhis salatu wasallam të ndërum xhamat e keni dëgjuar jo xhallarëve. Deri se ju kanë ai kom. Sa dosh mu fal për mu të ai kom. Na 20 recate i falna, apo edhe kur dalmi animi pak demek e bënëm një punë të madhe, apo ani mira muni po so kombe shumë e madhe, vallahi se kom shumë. Një sahat me gjithë jaci. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta natë nuk ka fal. Jo vetëm një ditë, për natë. Deri sa Aisha ka thonë ja Rasulullah, nalu bese kombe tu kanoj, kom. Për mu të aj kom të ndërum xhamat do të më bësh shumë shtypje, themrës për mua ajo. Megjithatë, me gjithë këtë falje, me gjithë këtë agjërim, kur në Kur'an nuk është i përmend ki falet shumë, agjëron shumë, lutet shumë, jo. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed, karakterin shumë të madh e kije. E ka përkthyer me karakter. Për këtë arsye njerëzit e palexueshëm, njerëzit analfabet, njerëzit s'kan ditë shkrim dhe lexim, njerëzit s'kan lexuar kur libër, ka thon pejgamber kanë shkruaj. Pejgamber kanë. Ka ardhur njëri ka testuar pejgamberin alayhis salam, ka thon çish me ditë ai pejgamber. Çai ka thon? Ka thon çiket grumbullin e madh deleve. Të kujna janë? Ka thon pejgamberi të mijat. Grumbulli i madh i deleve, ka thon të mijat. A më jep mua ka thon. Ha? E dash testi agjërimit, testi namazit, ka thon merituat kofshin. Ka nis me bordit, shkonit e Muhammed alayhis salam se kini këtu të fukarallëkit. Kjo është përkthim praktik, zbatim praktik i pejgamberllëkit të tina. Për këtë arsye të ndëruam xhamat, le mos të mbesim vetëm uritur, le mos të mbesim vetëm të etur, le mos t'i lajmë na vetëm begatitë e Zotit mëna 12 sahatëve, 13 sahatëve, e kur të fillojnë me bë iftar, me kalu në gjallësa të tjera dhe krijesa të tjera. Jo, po të mbesim njerëz edhe agjërusëm, të mbesim njerëz edhe pas agjërimit. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala masi përfundon vargun e agjërimit në Kur'an, çka thot wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kur të soset agjërimi, mos i hani parët në mes vetin me kot, mos hani haram. Deri tash keni hangër, e keni dal halalin, tash mos e ndalni halalin, ama mos e hani haramin. Andaj, porosia e këtij agjërimi e që shumë rëndësi të ndërum xhamat, le mos mbesim vetëm uritur, po të shkojmë te Zoti ta lipim në shpërblim. Na shpërblen Allahu me xhenetet e tina, na shpërblen Allahu me shkarkimin ton, me lirimin ton nga zjarri i xhenemit. Sikur që ardhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, unë s'po di mu lut si ti. Tha çka thu ti? Tha o Allah, bëma xhenetin, hekëm pi xhenemit. Tha që tu po dojna këtë mëmrije. Mos ta zgjasim të ndëruam xhamat, e lutim Zotin e Madh xhel xhelalu. Që Allahu ta ban kabull agjërimin pe neve. Kjo agjërim çka na e bajna të përkthehet karakteret tona, të përkthehet sjelljet tona, të përkthehet mirësitë tona, të bëhet me të vërtetë kur të na shohë dikush më thon që kana musliman, që ki kana buri mirë, që ta nëse nuk na e thonë njerëz të ndëruam xhamat, vallahi na ibadetin kote na të quaj. Lutim Allahu xhel xhelalu, ti runi ibadetet tona, na i regjistron në veprat e mira, na ban Allahu që qafat tona kur xhenemi mos i prek, ja rabbul alamin. Dhe gjithashtu të ndëruam xhamat, mos i harrojnë vëllezërit ton musliman në për dunja që ju këtë keni ardhur rahat, e ata nuk janë rahat. Shumë musliman nuk janë rahat, sidomos në këtë kohë ku shumë prej muslimanëve po janë të rrezikuar nga dora e zullumçarit. Allahu t'i mbron muslimanët kudo që janë ya rabbul alamin. E dorën e zullumçarëve ndërmes vetë tash partallon ya rabbul alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.